Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Sot do të ndiheni të afërt me partnerin ose personin që ju pëlqen, duke gjetur më shumë mirëkuptim dhe ngrohtësi. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndesë interesin tuaj, por mos nxitoni të merrni vendime të mëdha. Në punë mund të përballeni me një sfidë të re që kërkon përqendrim dhe kreativitet, mos keni frikë të kërkoni ndihmë nga kolegët. Shëndeti do të jetë i qëndrueshëm, por përpiquni të shmangni stresin përmes aktivitetit fizik ose meditimin. Financat janë të qëndrueshme, por mos shpenzoni më shumë se sa keni planifikuar, sidomos për gjëra të panevojshme. Një mundësi e re për të rritur të ardhurat mund të shfaqet, por analizojeni mirë para se të veproni. Në përgjithësi, dita sjell energji të mirë për të përmirësuar marrëdhëniet dhe për të bërë hapa të vegjël përpara në projekte personale. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Marrëdhëniet personale kërkojnë më shumë vëmendje sot, përpiquni të dëgjoni partnerin me kujdes dhe të jeni të hapur për kompromis. Nëse jeni vetëm, një bisedë e thellë me dikë mund të hedhë dritë mbi ndjenjat tuaja të brendshme. Në vendin e punës, do të keni mundësi të përfundoni detyrat të mbetura pezull, gjë që do t'ju japë një ndjesi lehtësimi. Kujdesuni për ushqimin dhe shmangni konsumimin e tepërt të sheqerit ose kafeinës për të ruajtur ekuilibrin energjik. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, sidomos nëse keni shpenzime të papritura familjare. Mund të merrni një këshill të vlefshme për investime, por mos veproni me nxitim. Mbani mend se durimi është çelësi i suksesit sot. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Sot marrëdhëniet sentimentale mund të kalojnë në një fazë më të qetë, ku dialogu dhe mirëkuptimi luajnë rol të rëndësishëm. Nëse keni pasur mosmarrëveshje me partnerin, është një ditë e mirë për të kërkuar pajtim dhe për të shprehur ndjenjat tuaja. Në aspektin profesional, një lajm i mirë mund të vijë nga një projekt që keni nisur kohë më parë. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizhoni pushimin dhe orët e gjumit. Financat do të përmirësohen gradualisht, por shmangni shpenzimet impulsive për argëtim ose udhëtime të paplanifikuara. Një mik i vjetër mund të vijë me një propozim të ri që ia vlen të shqyrtohet. Në fund të ditës do të ndiheni të motivuar për të vazhduar përpara me plane të reja. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Marrëdhëniet me partnerin do të jenë të ngrohta dhe plot surpriza të këndshme. Shfrytëzojeni këtë ditë për të kaluar më shumë kohë bashkë. Nëse jeni të lirë, dikush nga rrethi juaj shoqëror mund të shfaqë interes të veçantë ndaj jush. Në punë do të keni mundësi të shfaqni talentet tuaja, duke fituar vlerësim nga eprorët ose kolegët. Shëndeti është i mirë, por është e rëndësishme të vazhdoni aktivitetet fizike dhe të mos neglizhoni ushqimin e shëndetshëm. Përsa i përket financave, një pagesë e vonuar mund të vijë si surprizë pozitive. Kujdes me huat ose garancitë financiare për të tjerët. Planifikoni shpenzimet me kujdes dhe përfitoni nga mundësitë për të kursyer. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Sot do të ndjeni nevojën për të sqaruar disa keqkuptime në marrëdhënien tuaj. Komunikimi i hapur do të zgjidhë shumë çështje. Për beqarët është një ditë e mirë për të reflektuar mbi pritshmëritë dhe për të mos u kënaqur me më pak nga sa meritoni. Në punë mund të hasni disa vonesa ose pengesa të vogla, por me durim dhe këmbëngulje gjithçka do të zgjidhet. Shëndeti mund të kërkojë më shumë vëmendje, sidomos përsa i përket lodhjes mendore. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet për gjëra të panevojshme. Një këshill nga një mik mund t'ju ndihmojë të menaxhoni më mirë buxhetin tuaj. Dita është e përshtatshme për të bërë plane afatgjata dhe për të vendosur prioritete të reja. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Në dashuri, dita sjell harmoni dhe mirëkuptim. Partneri do të tregojë mbështetje dhe besim të plot ndaj jush. Beqarët do të kenë mundësi të njihen me dikë interesant përmes një aktiviteti të përbashkët. Në ambientin e punës do të ndiheni më të motivuar dhe gati për të marrë përsipër përgjegjësi të reja.
Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik dhe merrni kohë për pushim. Financat mund të përmirësohen fal një burimi të ri të ardhurash ose një pagesë shtesë. Bëni kujdes me shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen pa e kuptuar. Sot është një ditë e mirë për të bërë plane të reja dhe për të ndjekur qëllimet tuaja afatgjata. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Sot do të ndjeni më të afërt me partnerin, duke ndarë ndjenja të thella dhe plane për të ardhmen. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndryshojë qasjen tuaj ndaj dashurisë. Në punë do të keni mundësi të përfundoni me sukses një projekt të rëndësishëm, duke marrë vlerësimin e merituar. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizhoni kontrollin e rregullt mjekësor. Financat janë në përmirësim, por mos merrni vendime të nxituara për investime. Një këshill nga një i afërm mund të jetë shumë e vlefshme. Mbani ekuilibrin mes shpenzimeve dhe të ardhurave për të shmangur surpriza të pakëndshme. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Dita është e mbushur me energji pozitive në marrëdhënie, do të keni mundësi të forconi lidhjet me partnerin ose të afroheni më shumë me dikë që ju pëlqen. Beqarët mund të marrin një ftesë që duhet të mos e refuzojnë. Në aspektin profesional do të përballeni me sfida të reja që kërkojnë përqendrim dhe vendosmëri. Shëndeti është në përgjithësi i mirë, por mos e teproni me angazhimet dhe kushtojini rëndësi pushimit. Financat mund të përmirësohen fal një fitimi të papritur ose një bonusi. Bëni kujdes me shpenzimet spontane dhe planifikoni të ardhurat me mençuri. Dita është e përshtatshme për të bërë plane të reja financiare dhe për të nisur kursime. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Sot ndjenjat do të jenë të thella dhe të sinqerta. Partneri do të vlerësoj përpjekjet tuaja për të forcuar lidhjen. Nëse jeni beqar, një takim i këndshëm mund të sjellë emocione të reja dhe shpresa për të ardhmen. Në punë do të hasni disa sfida të vogla, por me organizim dhe këmbëngulje do t'i kapërceni me sukses. Shëndeti kërkon më shumë kujdes, sidomos për sa i përket sistemit nervor dhe pushimit të mjaftueshëm. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni huamarrjet ose investimet e rrezikshme. Një lajm i mirë financiar mund të vijë nga një burim i papritur. Dita është e mirë për të riorganizuar prioritetet dhe për të vendosur objektiva të reja. Bricjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes sot, marrëdhënia me partnerin do të thellohet përmes një bisede të hapur dhe të ndershme. Beqarët do të kenë mundësi të njihen me dikë interesant në një ambient të ri. Në punë do të ndiheni të motivuar dhe plot ide të reja që mund të sjellin përfitime afatgjata. Kujdesuni për shëndetin, sidomos nëse keni pasur shenja lodhjeje ose stresi. Financat janë të qëndrueshme, por planifikoni me kujdes investimet e ardhshme. Mund të merrni një propozim të leverdishëm që kërkon shqyrtim të detajuar. Dita është e përshtatshme për të bërë ndryshime pozitive në jetën profesionale dhe personale. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në marrëdhëniet personale do të ndjeni nevojën për më shumë siguri dhe stabilitet, partneri do të jetë i gatshëm t'ju përkrahë. Nëse jeni vetëm, një takim i thjeshtë mund të shndërrohet në diçka më serioze me kalimin e kohës. Në punë do të keni mundësi të përmirësoni aftësitë tuaja përmes një trajnimi ose kursi të ri. Shëndeti është i qëndrueshëm, por bëni kujdes me lodhjen fizike dhe mos neglizhoni pushimin. Financat janë në kontroll, por duhet të shmangni shpenzimet e panevojshme për argëtim. Një projekt i ri mund të sjellë fitime të mira në të ardhmen. Sot është dita e duhur për të marrë vendime të rëndësishme dhe për të ndjekur qëllimet tuaja me vendosmëri. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Sot do të ndjeni një lidhje të veçantë emocionale me partnerin, duke ndarë ndjenja të thella dhe plane për të ardhmen. Beqarët mund të përjetojnë një flirt të këndshëm, por është mirë të mos nxitohen me vendime të rëndësishme.
Në punë do të merrni një përgjegjësi të re që mund të sjellë rritje profesionale. Shëndeti është i mirë, por kushtojini rëndësi ushqimit të ekuilibruar dhe aktivitetit fizik. Financat janë të qëndrueshme, por duhet të planifikoni me kujdes shpenzimet për muajt në vijim. Një mundësi për të investuar mund të shfaqet, por mos veproni pa u konsultuar me ekspert. Dita është e përshtatshme për të bërë ndryshime të vogla që do të ndikojnë pozitivisht në jetën tuaj.